21 shkurti shënon Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Anëtare. Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Anëtare është shpallur nga UNESCO dhe festohet me 21 shkurt të çdo viti. Qëllimi i kësaj dite është promovimi dhe ndërgjegjësimi për diversitetin gjuhësor dhe kulturor, si dhe promovimin e shumë gjuhësisë. Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, shpreh gjithashtu se ka nisur edhe faza gjysmëfinale në shkollat të konkursit të gjuhës shqipe. Por si kanga e zogut verës, që vallëzon blerim të prillit, por si ambli fladi erës, që mëngjit e trandofillit, por si vala e bregut detit, por si gjama arfes zgjetare, por si ushtima e një tërmetit njashtu a gjua jon shqiptare. Po e ëmbët fjala saj, por si gjumi një kërthi, por si drita plotu zdaj, por si gazi pa bashtri. Edhe dihet tu i kumbue, por si fleta e kerubinit, ka i bjenqeve tu fluturue, zjartat vale ta mshinit. Në përgjuh Shqipe botambar, kam ju njoft shfis ju kini, kam ju njoft për shqiptar, triman zasi kurse ini. Prandaj, ne doni fisin, mali bregu dhe malësia, për naj goje sot brorisim, me gjudvet, rnof Shqipëria. Ndërkohë, në Ditën Ndërkombëtare të Gjuhës Anëtare, Presidenti i Republikës Bayram Bega i përsolli shqiptarëve mesazhin për rëndësinë e ruajtjes përcjelljes së gjuhës së shqipe. Sot njihen rreth 8324 gjuhë, shumë prej të cilave janë në rrezik të zhdukjes për shkak të globalizmit dhe ndryshimeve shoqërore. UNESCO vlerëson se vetëm disa qindra gjuhëve u është dhënë vërtet një vend në sistemet arsimore dhe në domenin publik dhe më pak se 100 përdoren në botën digjitale.